Në këto zgjedhje, AKI-ja garon me Evlenin, ndërkaq Mickoski garon me Ali Ahmetin. Sa i përket LSDM-s, ajo me vetë dëshirë është tërhequr nga ky konstelacion. Kështu është shprehur analisti politik Sefer Tahiri në emisionin Debat në Shenja, në televizionin Shenja. Ai tha se para ne shtrohet çështja se këto a janë zgjedhje lokale apo parlamentare dhe se a kemi zgjedhje për kryetar të komunave apo për deputet dhe për përfaqësues qeveritar. Unë mendoj se kjo ndodh për arsyen e thjesht se fokusi i partive politike në këto zgjedhje nuk është a priori, nuk është drejt për drejt tek komunat. Pra tek projektet lokale, tek atë që e pret qytetari, pra në kuptim të realizimit të projekteve jetike, konkrete, që kanë të bëjnë me ujësjellësin, kanalizimin, me mbledhjen e mbeturinave, çështje të ndryshimit publik, çështje të ujit pishëm, por më tepër mendoj që debati është ngritur në një nivel më të lartë politik. Analisti politik Xhelal Neziri tha se çështja kombëtare duhet të trajtohet në zgjedhje parlamentare dhe jo në ato lokale, nga se siç thot ai, edhe nëse i fiton të gjitha komunat nuk mund as të parandalosh një ligj diskriminues e as të avancosh një të drejtë tjetër, për shkak se nuk është pushteti lokal për ato çështje. Ai tha se nuk është i mendimit se këto zgjedhje lokale do të jenë përcaktues për fatin e qeverisë aktuale. Nuk mund të votojmë për këshilltar dhe të votojmë për kryetar komunash dhe të pretendojmë se me atë do të ndryshohet diçka në nivel nacional. Nuk mund të përmirësohet gjuha shqipe duke fituar një komunë. Nuk mund të ndalohet ngushtimi i përdorimit të gjuhës shqipe apo drejtave të tjera të cilat pretendon opozita me votime për zgjedhje lokale. Neziri tha se zgjedhjet lokale kanë të bëjnë me probleme shumë konkrete të qytetarëve, siç janë ujësjellsi, kanalizimi, parkingjet, sheshet, trotuaret e të tjerë.